Po kam spëruar aty edhe basketbolin. Basketbollin, Sepse për basketbolin unë kam shumë sep të me basketbol. Edhe sot e kësaj dite. Je i angazhuar në ndonjë kurs apo për momentin vetëm me notin? Për momentin vetëm me notin, sepse nuk janë shumë aktivitete për basketbolin, se të përfshihem edhe unë lojra, po edhe ndeshje kombëtare ose ndërkombëtare, se po luajnë si NBA, Las Vegas, Chicago, to i përmend sepse këta janë qytete ose me thënë të drejtën shumë skuadra të forta që mblidhen aty, bëhen një ekip, po kanë edhe lise vet aty, brenda qyteteve se edhe i Gersi frymëzohet nga ata sportista, nga ata lojtarë dhe i pëlqen. Njëri që më kam mbet ndërmend është ai Michael Jordan. Michael Jordan.